shpresojmë të na ndihmojë, të ndihmojë edhe Greqinë, se prej asaj është gjithë Europa në dilemë. Të shpresojmë. Them edhe unë dhe Greqinë dhe Shqipërinë jemi dy vende fqinj. Ati kemi fëmijët në Greqi, edhe në Gjermani kemi niprit. Mirë se të vi edhe të vi me të mira. Unë si mendoj që ardhja e zonjës Merkel në Shqipëri është një shans për Shqipërinë, aq më shumë që është vendi i parë që ajo viziton pika e parë për Ballkanin, edhe mendoj do jetë një shumë frytëzënëse sidomos në aspektin ekonomik dhe institucional. Kryesisht të investime në ardhja e biznesit gjerman? Ardhja e biznesit gjerman sepse është një ndër bizneset më serioze dhe me potenciale në Europë. Do ndan serioze, investime serioze. Po për çështjen e azilkërkimit të azilantëve, aq unë ndjeshme besoj, ja vlen të diskutohet ose duhet të diskutohet? Po besoj edhe është diskutuar. Domethënë shumë ambasadorë kanë dhënë deklaratat e tyre dhe shumë ministra kanë mbajtur qëndrimet për situatën. Mirë është kur vijnë këto emra, sigur na ngjallin shpresë, po kur ikin ngelin prapë ku ish, na bëjnë pak entuziast kur vijnë këto emrat e përveçëm kështu këta të. Edhe mirë është, mirë është. Nuk e di, se di. Ku mendojtë se mund të bashkëpunohet me Gjermaninë, për shembull në sektorin ekonomik mbase? Ose absolutisht po, me Gjermaninë po ne nuk kemi të përgatitur për biznesin gjerman. Se gjithë institucionet që mbikëqyrin, që nga ushqimet, që nga produktet e lubrifikanteve, të gjitha, vetëm se vjen në vende pune për të fituar, jo për të rregulluar edhe, që quhen rregullator. Nuk funksionon. Me Gjermanin nuk bëhet fjalë që është. Sa për djeni unë kam një ekskluzivitet në Frankfurti për Shqipërinë me vajra lubrifikant. Edhe nuk ndihemi me Gjermanin jemi okej. Është 8 vjet punoj me të, fjalën mundet nuk e kemi dëgjuar. Thon po jo. Këtu ne nuk punojmë dot, sesim dot. Në gjykimin tuaj për vendin, ku mund të bashkëpunojnë? Ardhja është një gjë shumë e mirë. Përderisa ajo është një lider në politikë, ardhja është një gjë shumë e mirë. Se çfarë bisedash kanë dhe çfarë perspektive ka Shqipëria, veç mirë mendojmë. Edhe kjo qendra e biznesit që është hapur, janë gjëra që shumë vonë jemi, që po lidhemi me Gjermaninë, shumë vonë. Për azilantët për shembull mund të diskutohet, ka qenë një problem shqetësues. Për mua s'duhet ishte fare problem. Se Shqipëria për të hikur. Shqipëria s'është për të hikur, ka vendet e Europës që pothuajse janë si ne ose më keq. Por qytetarët ka interes për të parë vizitën e saj? Si s'ka interes, patjetër që ka interes. Ajo është një lider, nuk ka interes patjetër. Aq që sukses me sa është ajo, na sjellin ne një çik fat.